Qysh në gjysmën e dytë të shekullit të 19, stereotipi negativ për shqiptarët ka qenë i shprehur në një sër librash të autorëve serb, pa ndonjë redaktim të veçantë shkencor, shkruan historiania serbe Olivera Milosavljević. Me politikën pushtuese të qeverisë serbe ndaj arbanasve në kufirin perëndimor të Serbisë janë krijuar marrëdhënie të tilla që në të ardhmen e afërt vështirë mund të pritet paqe dhe gjendje stabile. Shtypi ynë në një garë katastrofale për të ndihmuar një politikë të referuar dhe ekzekutuar në mënyrë të neveritshme me muaj dhe vitje, ka përhapur mendime tendencioze për arbanitasit. Ky është edhe sot mjeti i vetëm me të cilin shtypi shovinist krijonte populli serb urrëtie ndaj arnautëve të egër, duke përfshirë, si në përka këmbët e egërsirës, atë që populli serb ka bërë ndaj tyre. Balkanicius dhe doktor Vladani Gjorgjevici kanë shkruar nga një libër të plotë me dëshirë të qartë për të ndryshuar këtë popull të mirë arbanas dhe të dëshmojnë pa aftësinë e tij për një jetë të kulturuar dhe kombëtare, me qëllim që të dëshmojnë se ai popull si racë nuk ka sens për jetë të kulturuar dhe të pavarur. Ata gjithatë që në primitivizëm e atij populli ekziston e paraqesin jo si shprehje të shkallës së historisë në të cilën ata gjenden dhe nëpër të cilën kanë kaluar edhe popujt e tjerë, por si shprehje e paaftësisë së tyre racore për zhvillim kulturor në përgjithësi. Zeli i Balkaniciusit për nënvlerësimin e popullit arbanas si racë shkon deri aty ku roli historik i Skënderbeut ja atribuohen origjinën nga Serbia. Nuk mund të mohohet se sot shqiptarët konsiderohen si armiqtë më të mëdhenj të Serbisë, në qoftë se këtë mund ta shpjegojmë lehtë me ngjarjet aktuale politike dhe me përshkrimin e karakterit të tyre nga mediat e pajishme, është e nevojshme që me seriozitet të analizohen arsyet e përbuzjes së tyre që ndonjëherë haptas e ndonjëherë fshehurazi ju janë të ekspozuara gjatë shekullit të 20. Intelektualët bashkëkohor shkruajnë për shqiptarët kryesisht brenda stereotipit për urrëtitjen e lindur të tyre ndaj serbëve dhe dëshirës për shkatrimin e tyre, i cili është produkt i tipareve primitivizmit dhe grabitjes së tyre dominuese. Autorët e vjetër megjithatë kanë insistuar edhe në një element, kanë tentuar mes të tjerash që të dëshmojnë se paaftësia e shqiptarëve për një jetë pavarur shtetërore përsëri vjen si pasojë e tipareve të tyre në karakter. Ata pohojnë se fiset shqiptare nuk ka nevojë për shtete as aftësi për të konstituuar kombin e vet, andaj në përputhje me nevojat shtetërore politike të Serbisë, zgjidhjen e kanë parë në ndikimin e kolonizuesit fisnor, të cilat me përfshirjen e shqiptarëve dhe territoret e tyre në shtetin serb, do të mundësonin trajnimin e tyre për një jetë të civilizuar. Në këtë kuptim, klasifikimi i stereotipeve nënçmuese për shqiptarët do të mund të bëhet në këtë mënyrë. Shqiptarët janë konvertuar në masë të madhe të ashtu quajturit serb të arbanizuar, me të cilat shpjegohen edhe dy vetitë më hershme